Braktisja e fshatit mbetet një fenomen shqetësues i ditëve të sotme. E pa përjashtuar është edhe njësia administrative Shushicës, që dikur ka qenë një fermë e rëndësishme për rrethin e Vlorës, por sot situata është krejt ndryshe. Fshati është boshatisur nga të rinjtë dhe fuqia punëtore. Kjo gjë e bën edhe më dramatike situatën, kur shikon qendrën e tij të boshatisur. Po dhe kanë ikur të rinjtë të keqenana, kanë ikur. Mosatarët kanë ngelur këto. Dore 2 e 3. Po tokat punojnë, çfarë bëhet ato? Punojnë ata që kanë mjetë, me kemi dhënë me qira gjithë fushën tonë, në mekat. Pse me qira, po s'ka kur? Me qira, sa japin. Ku do vetë të punojnë? Jemi pleqet që janë anë. Po pres këtu, ja pres në një makinë. Nuk ka as makina me sa të gjithë? Nuk kemi makina. Fëmijët janë larguar. Një vim këtu me fugon, jemi në mekat atje. Në fund të fshatit të kisha, më në qëndër. S'para kalon, se rrugët janë e gullur. Ju vjen keq boshatisë fshatit? Po na vjen, pa qa të bëjnë. Ja, shikojnë vëdave. Fëmijët na kanë ikur. Dhe ushqejnë për vetë. Qa të bëjnë, vina, shikojnë do një, na ndihmojnë, kur jemi sëmur, na vizitojnë. Ja erën një javë sot ka. Eri djali 2 ditë e iku. Këto vitet e fundit jo. Nuk ka largime, jo. Ka gati një 10 vjetë. Po qa merren këtu me bujqësi? Këtu punohet me bujqësi, janë futur punës njerëzit. Nuk presin më në politika. Ju vetë punoj? Në punë, pensionistë dhe punoj. Jemi të nderuar e të lezetuar. Tu ka fusha kodra, ka pemtari, ka ullishte, ka me bujqësi, me krapur, me misër, me... Krapun e qik vështirë, se ka nikur të rinjë pak. Detyrojni punoni? Detyrojmi punojnë vetë. Hiqemi, si të thoshe sajtë, zvarë. Situata është keq fare këto, ka betur fshati i shkret. Uj, për vaditje s'ka me që ishte tokë bujqësore këtu. Kanalet janë prisur, njerëzit janë larguar, shumë fukarallëk. Po fuqia punëtore pra nuk ka me qëtë? Po s'ka be, ku do punojnë? Ja tani kështë koha për shembull që punë e bujqësisë, po bëhet bujqësia pa ujë. Po ata që punojnë çfarë mbjellin? Po ja kanë mbjell jonxha kështu, vetëm pora shiga perëndia se kështu me sa të vatisin. Ai situata është e keqe, ja shikoj edhe njerëz nuk ka se këtu ka qenë ndërmarrja më e bukur, më e mira që mbante Vlorën, mbante gjithë Shqipërinë, edhe vim puna me fjalë, kanë mbetur njerëzit pa punë, pa tutje, pa to. Sepse nuk ka start me ton, nuk ka siguri. Edhe ata që mbjellin ku ta çojnë. Vinë nga Vlora 6-7 autobusa, shkolla e mesme ishte me fjalë ishin 2 shkolla, edhe zooteknike edhe bujqësor. Edhe kishte punë, ishin serat, ishin vreshtat, ishin pemtari, të gjithë ishin në punë. Tani kanë vetur si e skret, pavarësisht se është koha tani që kanë çelu pak si pemët, su duket sikur si e bukur, po njerëz nuk ka. Të vije pak më onesë do shkojë njëri fare. Largimet si në çdo krajinë tjetër dhe këtu kanë ndikuar largimet kryesisht të brezit të ri, mungesa vende të punës dhe shumë arsye të tjera për të larguar. Vazhdojnë që të largohen edhe në këto kohë që flasim bashkë, vazhdojnë të largohen, ndoshta me ritme pak më të vogla, por trendi është ai që ka qenë, vetëm largime. Kthime në krajinë nuk kemi. Tokat punojnë, merren me bujqësi, me blegtori? Po, pjesa që është këtu merret me kultivime të ndryshme bime bujqësore, ka dhe pemtari, ka dhe kafsh, bakti që mbashtojnë në përstalla të ndryshme. Ka njerëz që punojnë. Po fuqia punëtore mungon apo jo? Fuqia punëtore është problematike, kryesisht merret në krajina njësisë administrative Shushicë, por ka dhe të huaj, që janë punësuar në këto komplekse bregtorale kryesisht. Pjesa bujqësisë përballohet nga vetë familjet. Këtu prodhojnë për t'i shitur në treg jashtë rrethit apo vetëm për nevojat e tyre? Jo, përgjithsisht perimet tregtohen në tregun e shumicës në Vlorë, për eksport shumë pak,
Prek po, shumë pak, pjesa e prodhimit vektorale, po pra brenda qytetit Vlorës. Këtu nuk ka njësi për grumbullimin dhe përpunimin apo ambalazhimin e këtyre. Detyrimisht, po padyshim do të ishte mirë, kërkon investim, kërkon edhe përpjekje edhe nga njësi administrative dhe nga shteti për të investuar, se fshatarët nëse do ta kishin mundësinë do t'i realizonin këto gjëra. Fshati sot ka shumë punë, por shpesh fuqia punëtore bën që të mos përballohen dot këto ngarkesa dhe kjo ndihet më shumë nga zanatçinjt. Në banesa ka punë për shërbime të ndryshme, por nuk ka punëtor. Unë jam bojaxhi, me këto merrem. S'ka njerëz. Tu jeton. Po këto në ka. Po punë ka, po. Ku i ke fuqi punëtore këtu? Ka një këtu. Po nuk ka. Ju detyroni bëni vetë gjitha. Po të tëra marrë në një punëtor që do bëj. Ka shumë njerëz që lyejnë që bëjnë rregullime në restaurante. Po ka plotë. Ka. Po ka punë plot. E përballoni dot? Vetëm këtu në fshat çfarë do përbosh? Qendra e fshatit Shushit merr gjallëri vetëm në pak minuta, në orën kur dalin nxënësit e shkollës dhe shkojnë drejt shtëpive. E ardhmja që mund ta mbajë gjallë atë. Çfarë klase? E katërta. Po, keni ku të luani? Po, Ku luani? kalqeton, kemi dhe të shkolla. Juve. Kemi shkollë, po, mirë. Çfarë klase? E katërta gjithë. Po, Juve, kur të mbaroni shkollën, do qëndroni këtu apo do largoheni? këtu. Këtu. Pastaj fillon kapi, ikim andej. Në Shushic ka mbetur sot vetëm mosha e tretë, e cila punon edhe tokat. Unë për vete jam këtu. Po fëmijët kanë ikur? Fëmijët janë andej. Ku janë? Itali. Ju punoni tokën apo çfarë bëni? Punojmë, tokën e punojmë vazhdimisht. Çfarë mbillni? Po jonxha. Aha. Me këto merrem. Si është fshati? Është boshatisur? Fshati nuk është boshatisur se ka punëtor plot. Jeta si ka punëtor plot. Ka punëtor, po ku i gjeni punëtorët? Po punëtor ku i gjim këtu në zonën tonë. Llakatum. Ju vetë po i bëni vetë këto? Po vetë as unë jam vetë akoma në këmbë. Po më la këmbët nuk i bëj dot. Dikur një fermë e rëndësishme, sot Shushica është katandisur e shkret, lëvizjet janë të pakta, tek tuk shikon fermer që punojnë tokat apo merren me baktit. Duket sikur fryma njerëzore lëviz, edhe pse shumë pak dhe jo me shpejtësinë që duhet të ishte.